zgjedhorëve që jemi deklaruar, ato të cilat i keni parë dhe ju në media janë nënshkruar marrëveshjet. Për pjesë tjera, thash edhe më herët varet prej degës se si e kanë menduar dhe çfarë emra na sjellin degët nga gjithë Kosova, për ndryshe pak a shumë dihen edhe emrat të cilat do të jenë në për lista. A mund t'i japim disa nga detajet, për shembull listës i prin kryetari Lumir Abdigjiku, nuk po flas me numra, por ne kemi parë që Lidhja Demokratike të Kosovës i është bashkangjitur zoti Uk Rugova në kuptimin e garimit listës, e kam parë zonin Adelina Thaçi, pastaj përpos partnerëve të koalicionit për cilën fole ti subjekte politike më të vogla si AKR e PD, janë emra të tjerë të cilët natyrisht i bashkangjitet. Ato ke ndonjë befasi, kështu edhe nëse është ajo befasi, kjo është mundësia zoti Azemi që ti theksojmë këto befasi. Jo, nuk ka befasi, nuk mund të presim diçka të jashtëzakonshme, janë këto të cilat janë realisht emrat të cilat i keni pa edhe nga prurjet e reja, sigurisht edhe antarët e koalicioneve që i kemë ba ose zyrtarët e tyre i kanë kërkuar numrat të cilat do të vendet e tyre, jo numrat, të jenë i qartë. Se sa personat do t'i kenë në listë, ato i kemë akomodu, por thash edhe njëherë, nesër dhe pas nesër trupat të cilën e ka autorizu kryetari Abdigjiku do të mblidhet dhe do t'i japin rekomandimet e tyre për renditjen e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Azemi, a do t'jeni pjesë e listës? Po edhe kësa herë do t'jem pjesë e listës. Po nuk e di numrin. Numrin jo, a? Se për çka po flitet për numra, se është duke u bë ndonjë farë krizë numra. Jo, po me që ju e hapët si temë, tash tregoj që asum për vetë. Po a di pse po flasun si temë, se e di që shumë kush hatërohet në fund për numri, jo se më kalon këtë numër, jo kështu. E s'po e di sa ka rëndësi këto numrat. Ne po themi se ne bëjmë numrin, jo numrin neve. Kështu që nëse punojmë dhe kemi rezultat të rëna, atë numri është i parëndësishëm. Cila është pritshmëria juaj, zoti Azemi, si pritni të del Lidhja Demokratike e Kosovës? Po presim rritje sigurisht, sepse kemë bërë punë të vazhdueshme, kemë bërë një opozitë bukur të mirë, kemë ngrit partinë, sepse unë ndëgjova pak zërat studio aty që LDK-ja nuk i ka arrit pritshmëritë, unë nuk di cilat kanë qenë pritshmëritë, por ti marrësh 70.000 vota më tepër se sa në zgjedhjet e kaluara, përbes është ngritje dhe rezultatet të cilët duhet t'i krenohemi se cilët që jemi pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pra, nuk besoj që ka vend këtu për dyshime se a kemë arrit apo nuk kemë arrit diçka. Unë besoj që në këto zgjedhje kemi arrit numrin edhe më tepër me ulësit në Parlamentin e Kosovës. Kemë prurje të reja në parti dhe besoj që edhe konsistenca e Lidhjes Demokratike të Kosovës në këto muajt e fundit për të mos shkuar në qeveri dhe për mos u dorëzuar karshi qeverisë të cilën e kemi pas deri më tani, besoj që do t'jep rezultatin e saj. Por punë teren po bëhet, unë po i shoh që secila degë është duke bërë punë jashtëzakonshme me kryesitë e tyre, me nëndej, dhe kemë filluar aktivitetin qysh moti. Pra, me thonë drejtën gati se i tër viti ka qenë me zgjedhje nacionale, lokale, balotazhe dhe të praptash në fund vit. Por duket se po shkon mirë, kemë punu edhe me diasporën, presim që numri i madh i diasporës të vijë në Kosovë në fund vit dhe të marrë pjesë në zgjedhjet nacionale, kështu që gjithçka po shkon sipas planit dhe raporton presim ngritje të ulëseve në Kuvendin e Republikës Kosovës. Kam reagime këtu nga studio, zoti Azemi do t'i jap fjalën zotit Xhavit Drenori në këtë moment. Urdhëro zoti Drenori. Përshëndetje zoti Azemi. Përshëndetje. Spori shumë suksese në garë. Dhe i kam dy çështje të shkurta me i shtru. E para thatë që gjatë kësaj kohe keni bënë një lloj opozitarizmi, po e quaj lloj sepse s'ka pas qeveri që është kriju prej zgjedhjeve dale, po ka pas një qeveri në detyrë. Na këtun kemi diskutuar gjëra gjatë këto muaj për të gjetë ose për me provu me deshifru sa ma tepër se kush në fakt ishte ai që e ndihmoj nëse se blokoj, sepse këtu këtë kanë faj kemi thonë që u bloku, që shkoj pra sistemi si shkoj që nuk patëm institucione, pra blokadën, po unë personalisht, nështë dhe mund kem gabim, po ka mendu që një pjesë të fajt bukur të madhe ka pas LDK-ja që u betonizu, as nuk baj me këta, as me këta.
Po e lom, ato le të mbetin qytetarëve ata të vendosën sepse tash po them po